Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Me emrin Allahu të gjithëmshirshëm të plotëplotët, të nderuar teleshikues, assalamu alaikum të gjithëve. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj çaste të lumtura me emisionin ton. Kujdes mos të mashtrohemi me të mirat e Allahut në këtë botë. Jemi në përpjekjet për të gjetur njeriu vigjilent, për ta formuar një njeri të shëndosh në të menduar dhe në bindjet e tij, për të shfrytzuar në formën më të mirë dhuntitë e Allahut subhanahu wa taala, dhe duke qëndruar gjithherë në synimin e Zotit karshi të mirave të tij që ai na i ka dhuruar në këtë botë. Do të flasim për një dhunti ose për një të mirë e cila vërtet është më kapitalja prej gjitha të mirave, e ajo është mendja. Sigurisht që mendja është njëra nga krijesat ose njëra nga gjërat që Zoti ka dhuruar gjithë njerëzimit, dhe vërtet me të e ka dallu pothuajse nga gjitha gjallësat. Nuk ka pikë dyshimi se Allahu i Manushëm sa herë i thirr besimtarët në Kur'an nëpërmjet këtij elementi apo nëpërmjet mendjes, dhe i ka lavdruar radhazi njerëz zotët e mendjes, njerëz që kanë mendje, që kanë dije. Megjithatë, tema jonë është gjithherë që këtë mirë si ta aplikojmë, si ta shfrytëzojmë apo si ta përdorim, duke mos harruar Zotin e Manushëm dhe duke mos lejuar që kjo mirë na pushtoj në aso forme sa të na shkut prej Zotit Manushëm. Sepse kemi shumë njerëz cilët mendja tyre është bërë shkak që ata të bëjnë përpjekje që Allahun, fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit t'ja nënshtrojnë mendjes së tyre. Jo mendjen t'ja nënshtrojnë shpalljes, Kuranit dhe Sunetit, thënieve të Allahut dhe pejgamberit, por Kuranin edhe Sunetin, respektivisht fjalën e Zotit dhe të pejgamberit, t'ja nënshtrojnë mendjes. Kjo i bën që ajo që nuk marroh mu me mendje, s'ekziston ose s'është e vërtetë. Kjo është një ndër provat më të mëdha që vërtet mund të goditet një besimtar dhe mund të del definitivisht jashtë vijave normale të kësaj mirësie. Dhe definitivisht përdorimi i mendjes në këso lloj forme është përpjekje me deviju në total mendjen apo synimin e mendjes. Gjithherë po bojna pyetjen: çka është synimi i Zotit nëpërmjet kësaj dhurate? Nuk ka dyshim që Zoti ka dhuruar njeriu të mendje që nëpërmjet saj të arrijë deri te njohja e Allahut Manushëm dhe nëpërmjet saj të bëj shpikje të ndryshme dhe të avancojë jetën. Është e veçantë, është interesant, njeriu edhe këto ditë kemi pa në Stamboll, me të vërtetë bukuri dhe çdo ditë shohim në kënd botës gjëra që i ka shpik mendja njeriu dhe vërtet mendja dhe fuqia saj për të shpikur e bën njeriu krijesën më të veçantë dhe e bën ndoshta edhe më specifike në këtë rast edhe karshi me laçeve. Megjithatë, karshi gjithë kësaj teknologjie, zhvillimi, kësaj shpikje që ka bërë mendja njeriu, shpesh e dëgjojmë që kjo mendje den edhe të ketë devijime të hatashme, den të ketë për shembull besime të kota. Ne dëgjojmë njerëz të cilët besojnë në shtallë, besojnë në gjëra definitivisht tepër thjeshta. Apo mos më thonë edhe bestytni. Në Kur'an vazhdimisht thuhet, edhe sidomos surën El-Fatiha, kur bashkë lexojmë në namazë, në ajetin e fundit kërkohet Zotit mbështetje ose i kërkohet Zotit mbrojtje që të na mbrojë prej dy grupe njerëzish. Për njerëzit që kanë deviju të vërtetën dhe për njerëzve të cilët e kanë njohur të vërtetën, por që e kanë mohuar atë. Nuk kanë pas fuqi me besu të vërtetën.
Edhe për këta njerëz Zoti ka thonë gairil maghdubi alejhim, mos na bë për atyre që ti ke shpreh hedhrim. Domethënë një njeri e shet vërtetën edhe s'don me pasu. Mendja e tij ka informacione të sakta sa është e vërtetë. Mirë po nuk gjon besim, nuk gjon fuqi besimit për me pranuar të vërtetë. Dhe kemi njeri i cili e din gjonat, por nuk i beson. E i njeh senet, por thjesht nuk i aplikon. Si ta bim, apo si ta matim vetveten, a jemi të sprovuar apo jo me këtë sprov. Çështja e parë me cilën mundim me matë se a jemi të sprovuar apo jo, është a kemi një jetë të pastër karshi mendjes. Mendja jonë a ka arrit të na bindë dhe zemrën, sepse për të besuar në diçka nuk është kush gjithherë veç me njoft, sepse jeta na ka mësuar që ka shumë njerëz cilët i njohin gjërat, i shohin argumentet, por nuk e besojnë. Unë pjasjellë një ngjarje për historisë pejgamberit e cila më të vërtet është rast i çuditshëm. Hazreti Muhamedi a.s. ka pasur një fëmijë jahudi që fut dhe ndërkohë ka vizitu. Një ditë për ditëve ndëgjon se djali i fëmijët, një djal i ri, është si smur dhe është në agoni të vdekjes, është bajagin smundin e vdekjes, edhe shkon me vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ulet te koka e fëmijët, e përgdhel me dorën e tij të bekuar kokën e fëmijët, edhe e ngushllon sigurisht për smundjen, mes tjerash kërkon prej tij që ta thotë shahadetin, të bëhet musliman. Djali normal pe shqyqon babën e vet, një farforme, po kërkon me marrë miratimin apo pëlqimin e babës. A me ndëgju Muhammedin, a mos me ndëgju, sallallahu alaihi wasallam. Edhe para mendoni, djali po i sinjalizon babës. Çka me bë? Baba po i drejtohet birit dhe po i thotë respektoje Abul Qasim, respektoje Muhammedin alayhis salam. Edhe bëhet musliman, edhe pranon Islamin, edhe vdes musliman. Çka është mu befasun këtë ngjarje? Qysh ka mundësi një njeri i thot birit vet bëhu musliman, a vet nuk bëhet? Ai do të thonë ka informat sakt, edhe është i bindur 100% që Muhamedi është profet. Me argument që të birit po i thot respektoje Muhammedin, ndërsa kur vjen puna e tij, ai nuk bëhet musliman. Allahu thot në Kur'an: "Alladhina ataynahum al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ata që u patëm dhon libër më herët, fjala për jahudit në këtë rast, i thartë librit, e njohin atë Muhammedin, sikur e njohin djemt e tyre, sikur i njohin të bitë e tyre. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Një pjesë e tyre e mohojnë vërtetën duke ditur atë. Kur nuk bashkëvepron bindja, njeti me mendjen, atëherë kem disbalans, edhe kem një mendje cila grumbullon informata, por nuk beson to. I shef faktet, por nuk beson to. Për ata është shumë interesant puna e njerëzve sot që kthehen ose futen në Islam. Zakonisht na insistojmë gjithë në argumente, është edhe kjo definitivisht është e rëndësishme sepse Kurani fol mendjes pa pikë dyshimi. Por mos harrojmë diçka, por më bë musliman i duhet njeriu të mendja, e duhet një mendje e cila ka pastruar jetën. Por gjitha shumë njerëz mund më ofru 1 milion argumente, pa ai prapë zbohet musliman. Jo pse ka mungesë të informatës, pse mendjen s'është e përdorur sakt. Edhe nuk ka sinjal të drejtë mes njetit edhe mes mendjes. Por ata tani krijohet një njeri i cili është tepër i rrezikshëm, sepse nuk i mjaftojnë më faktet, nuk e kthejnë faktet, nuk e bindin faktet. A keni vërejt për shembull shpeshherë një jetën tonë përditshme kur po qasun muhabete ndryshme, llafe ndryshme. Shpeshherë njerëz e sheh veten që o gabim. Por s'do me pranu gabimin. Sepse për me pranu gabimin duhet fuqi e brendshme, jo veç informat, jo veç njohuri. Kjo është simptome e parë. Simptome e dytë apo sinjali i dytë është kokfortësia. Mendja kur devijon bëhet kokfort.
kokfort i bjen që nuk don me respektu mo, nuk di respekton faktet, nuk respekton argumentet. Allahu i manushën thot ja ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. O ju që keni besuar, nështroni Allahut, dorëzoni Zotit manush, dorëzoni pejgamberit, edhe mos ja ktheni shpinën Allahut duke ndëgjuar atë, duke i pa faktet e tij. Wala nakunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un. E mos të bëni për atyre që thanë ndëgjuam e ata në fakt nuk respektuan as që ndëgjuan. Inna sharra ad-dawab 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun. E krijesat më të këqija të Zotit janë ata që nuk ndëgjojnë, ata që nuk shohin, argumentet është fjala, e ata cilat nuk mendojnë. Domethënë kokfortësi e cila definitivisht po t'ja ofrosh 1.000.000 argumente sikur t'i falësh gurit. Kjo është me të vërtetë njëra prej gjështave më të rrezikshme. A keni pa për shembull sidomos fe, ku njeriu bëhet kokfort, i thuhet kështu është argumenti, kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam, fillon veç me polemizu, fillon me filozofu, sepse nuk ka mungesë më informacione, ka mungesë të butësisë, ka kokfortësi. E treta, sinjali i tretë dhe më i rrezikshëm në këtë drejtim është kur njeriu nuk sheh para veti njeri më të madh se vet. Kur për çdo çështje ai është më i madhi. Njeriu me të vërtetë në jetën e tij ka nevojë në gjitha profilet e jetës me pa njerëz më të mëdhenj se ai. Sepse njerëz cilët kanë problem me mendje e janë kokfort e janë mendje mëdhej, nuk shohin njerëz para vetit. Në asnjë profil ai nuk i pranon njerëz të dijes, njerëz që kanë informacione, njerëz cilët me të vërtetë janë zot, kanë njohuri, kanë informacione, nuk i pranon të tillët. Pejgamberi sallallahu sikur ka fol për këtë lloj kategorie. Domethënë njerëz që na i thojnë në popull nuk ja jap dorën ke kujt për asnjë gjë. Nuk është e drejtë kjo. Sepse mbi çdo dije ka dije. Mbi çdo dije ka dije. Sado që këtë dishti, mos e më faktin që dikush më i dishëm se te, edhe mundohu në situata të caktuara me pranu edhe më bon nxans, më ul me mësu, më ul me ndëgju tjetrin. Sepse nëse ke arrit shkallën që ti nuk ja merr në dorë kërkuj dijen, as fjalën, as mendimin, atëherë me të vërtetë është shumë problema, sepse dija jote aq shumë të ka rritë sa që ti nuk sheh njerëz më mbi ty, edhe ti më nuk sheh korrigjim. Praktikisht kjo i bën që ti nuk pranon më korrigjim prej askujt. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, do të frigohem se një ditë do para kiametit do të del pa një kategori e njerëzve i cili do t'ulet në koltuq, do t'ulet në karrige, domethënë do të njihet komod, edhe do të thotë kur të thuat atij ka thon pejgamberi, ka thon Hazreti Muhamedi alayhis salam, ai do të thotë, më falni, unë një gjatë tillë se kum gjetë në Kur'an. Edhe domethënë hiç pa u lodh, hiç pa u mërzit, domethënë e mohon hadithin, e mohon thonjet e pejgamberit alayhis salam, thjesht për çfarë arsye? Sepse mendja e tij është shumë rrit saqë domethënë ai nuk e pranon më fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai e pranon vetë fjalën e Allahut azza wa jalla. Në farforme sikur vetja e tij çaq shumë rrit, saqë ai është mbi profetin më. Domethënë unë veç me Zotin ma pusht nuk pranoj dikan. Kjo është njëra prej çështjeve të rrezikshme e cila është sinjal se ka filluar mendja me dal prej kufive të saj normal. Cilat janë gjithëherë po flasim edhe për simptoma. Po flasim për pasojat. Pasojat e njeriu që ka filluar mu mashtru me mendjen e tij edhe ju ka hush mendjen që është njeriu më i dishëm. Pasoja e parë është do të privohet prej arritjes në të vërtetën, nuk do të mund të arrit vërtetën. Sepse për me arritë e vërteta duhet thjeshtësi, duhet me pranu që dikush është më i dishëm se ti. Duhet me pranu të vërtetën. Do të privohet prej të vërtetës. Allahu azza wa jalla thot fastahabbu al-a'ma 'ala al-huda. I dhan përparësi verbësisë para udhëzimit ose para argumenteve. Domethënë mendja e tyre një njeri i cili
dëshiron shpalljen, më janë nështru mendjes tij ka problem me arritje e vërteta. Një njeri që gjithçka në botë don më janë nështru mendjes tij ka problem me arritje e vërteta. Sepse e vërteta nuk vjen te ti duhet me shku te vërteta. Ky njeri tash, ky nuk shkon më te vërteta. Ky pret me ardhe vërteta tek ai. Këto është domethënë problemi i këtyre njerëzve që e kanë telashin e madhe me arrit e vërteta. Njëra prej arsyeve që fakt edhe me kaset nuk e besonin Muhamedit alayhis salam ishte kjo, pikërisht kjo, sepse konsideronin që mendjet tyre janë më të mëdha se sa me ndëgju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për ata ka thonë një hujj Muhammed al-Ghazali, ka thonë mendja edhe shpallja, feja në këtë rast. Janë sikur sytë edhe drita. Ti mund me pas sytë shumë të mirë, mund me fa 100% me pas pamunit. Po nëse të futim në sallë, të fikin këj dritat edhe jenë terë, atë punojnë ata sy, atë bojnë dobi ata sy, syni mund të funksionoj lirshëm vetëm kur ka dritë. Qashtu është edhe mendja. Mendja mund të funksionoj sakt vetëm kur ka shpallje, sidomos kur flasim për çështjet e ahiretit, për çështje. Imagjinojeni shumë njerëz donë edhe botën tjetër me matë me mendje. I lutna, ka diçka në këtë botë që studiohet me mendje, shumë e vërtetë. Por edhe mendja i ka kufet dhe po dole për te kufeve, mendja që duhet gjithçysh shpallja. Për ata a keni mujt me vrejt, çdo filozof kur u shfut kur u dal për te kufeve të mendjes, më veç devijime ka, sepse mendja ka nevojë për dritë, e dritja e mendjes këtë rast është shpallja. E dyta, pasojë e dytë është do të punoj me Zotin në një formë arrogance. Do të ketë arrogancë karshi Zotit. Do të jetë arrogant. Njerëz që kanë mendje madhësi, njerëz që shohin veten shumë të mëshëm, janë arrogant edhe karshi Allahut manush. Në kohën e pejgamberit alayhis salam ka zbrit një dy ajete të fundit në surën Al-Baqara, të cilat pjesën e parë flasin se Allahu do të na llogaritë edhe për mendimet tona. Edhe për mendimet do të na llogaritë. Çfarë në shkomane kemi llogaritë. Sahabët sikur janë frigu për këtij ajeti. Edhe në anku të pejgamberi alayhis salam, ja Rasulullah, kanë herë mendja po na shkon pa dëshirë, domethënë mu më shkon mendja keq. A merr Zotin pyetje, veç pse më ka shku mendja, unë s'po konkretizoj atë mendim ose atë imagjinat. Po çka po di, pa dëshirë po më shkon mendja e tillë, në atë formë tillë. Qysh me shpëtu prej kësaj ja Rasulullah. Kur janë anku sahab me këtë kulturë, me këtë edeb, me këtë mirësile, karshi Allahut manushëm, ju me mohu, ju me bo arrogancë ndaj Zotit. Thjesht mu anku se thjesht s'dia mundu me arrit një gjotë tillë. Allahu zbret pjesën e fundit të këtij paragrafi apo këtij fragmenti dhe thot: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Jo, nuk ju ngarkon Zoti me atë çka nuk mundi me përballu, me atë çka s'mundi me bart. Njeriu do të shënohet veç ajo që e punon. Për ose kundër, pozitivisht apo edhe negativisht. Atëherë shtrohet pyetja: pse më herët erdha ajeti që do t'ju llogarit Zoti për mendimet e juaja? Thjesht me u testu gatishmërinë, me u testu edukatën, me u testu dorëzimin e tyre para Allahut Azza wa Jall. Po flasim për shërimin shkurt. Qysh me shëru, qysh me qenë njerëz të mendjes, por jo mu rrit me mendje, jo me synu që shpalljen e Zotit mja përshtat mendjes, por mendjen mja përshtat shpalljes. Po du me full për një ilaç që konsideroj që është për ilaçeve më të rëndësishme, e cila thot: njeriu nëse don mendjen me përdor drejt dhe sakt, në çdo profil tjetës, do të më shku mas një njeriu që është më i dishëm se ky. Nuk ka bajraktarizëm ndije. Ndije edhe në mendje është gjithherë është më mirë me safin e dytë. Në mjeksi me pas një doktor që e pyet, në fe me pas një njeri që e pyet. Edhe nëse je hoxh, edhe nëse je doktor, edhe nëse je arsimtar,
çfarëdo profili, sado që i kualifikuar në profesionin tanë, leje dikan para teje, pyete, konsulto me ta, diskuto me ta, sepse kjo i mundëson dijes tane me qenë në vija, mundëson me qenë man korniza. Nëse je hoxh, diskutoj mendimet e tua me hoxhallar më të mëdhenj, nëse je doktor, nëse je çfarë dush profili tjetës. Mos bëhemi njerëz që synojmë me qenë në çdo çështje numër 1. Unë jam i pari, këtë ju duhet më dëgju mua, sepse e tham më herët që nuk ka me pas atëre kush me t'i korrigju mendimet, me t'i korrigju idet. Për ata kem nevojë me pas ka një imam në çdo profil, kushtimisht po tham, me pas ka një tregus, ka një pishtar në çdo profil tjetës, edhe me të më konsultu, edhe mendja ju let mendoj, por mbi të gjitha let konsultohet me atë njeri. Mos lejojmë që fejen me komentu me një mendje thjesht, pa u konsultu me njëri dijes. Mos lejojmë që profilet tjera tjetës t'i komentojmë si mbas mendjes tonë, si mbas tekeve tona. Let konsultohem me njerëz përkatës, të lëmive përkatëse, edhe t'i jemi të sinqert, edhe t'i jemi besnik, edhe t'i pranojmë këshillat edhe t'i korrigjojmë opinionet dhe mendimet. Kjo është njëra prej forma më të mira që mos me leju mendin tonë me deviju. Inshallah Zotin e shton mendjen, por e jonja çana mbetet të nderuar të rishikues është që mendjen tonë bëjmë përpjekje t'ja përshtatim shpalljes, t'ja përshtatim realitetit, të kënaqemi me mendjet tona, por jo t'i nxjerrim ato jashtë kufive, na u krijohet bindja se ne jemi madhështor, edhe thjesht mos ta ndëgjojmë kanas, mos ta respektojmë kanas, mos t'i nështrohemi askujt. Përshëndetje, selamu alaikum prej xhamis Sultan Ahmedit, faleminderit shumë, mirupafshim. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova.